Mund të atëherë mendoni se ky konflikt është për fuqinë bërthamore apo për dominimin rajonal dhe kush janë interesat e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Perëndimit këtu në këtë rast? Se kemi në anën tjetër dhe Kinën, që është fundloj, kemi edhe Indin, Pakistanin. Po. Në fakt, fillojmë me pretendimin e madh të shuarjes së programit bërthamor nga ana e Iranit, edhe pse nëse do ta shikojmë të gjithë kursin e veprimeve apo politikën e jashtme të SBA-s, ka bërë gabimet njëpasnjëshme. 2003 kur u lejua të kishte program, pastaj në 2015 Obama u mundua të krijonte atë agreementin për ta limituar, Trumpi ndërkohë që thoshte nuk na intereson edhe nuk është shumë transaksionale, doli fare nga ajo marrëveshje, por përpos këtij pretendimi që hajde ta shkatrojmë dhe ky klubi i fuqive, superfuqive bërthamore mos të zjerohet më, ajo që është kyçja dhe që ndryshon të gjithë këtë environment apo mjedis në lindjen e mesme është pikërisht rënja apo goditja e regjimit iranian teokratik dhe kjo automatikisht do të sjellë dominancën dhe hegemoninë e Izraelit në rajon. Tre janë superfuqit, le të themi, rajonale, Izrael, Iran dhe Arabia Saudite që kërkojnë hegemoninë, por nga ana tjetër është dhe Turqia që përpiqet her pas here. Erdogani një deklaratë. Fiks, përpiqet her pas here që të marrë të ketë një zë dhe pushtet aty. Po ju përmendet Arabinë Saudite, është Jordani i involvuar, është Libani, të gjitha këto, si po reagojnë këto vende dhe çfarë roli luajnë në këto moment Hezbollah dhe Houthit. A mund kthehet ky konflikt në një konflikt madh rajonal dhe çfarë pasojat do t'i ndjejmë edhe me kaq sa ka ndodhur, po çfarë pasojash mund të ketë pastaj për gjithë botën, duke filluar që me tregjet financiare, me geopolitikën, ndryshimet geopolitike që mund ndodhin, dhe çfarë pamje të re mund të ketë bota. Efekti i parë, ose le të themi në nivelin politik, i kemi dëgjuar edhe deklaratat e kurorës Jordanis, i cili flet për një deeskalim, pra për një zbutje të konfliktit. Kriza më e madhe që mund të pësojnë këto vende si po aq edhe Siria, e cila nuk ka dalë nga ajo zona kritike, por Jordania, Egjipti, po aq Siria, flitet për një krizë të madhe sigurie që mund të vijë nga refugjatët e luftës, pra nga këto valët e largimeve dhe emigracionit. Po aq kemi edhe Pakistanin që ju e përmendët. Në fakt është e çuditshme të shikojmë që Pakistani, një nga le të themi ato gurët e fshehtë të SBA-ve, që kur ka patur nevojë ka përdorur për rrezimin e grupeve terroriste, është paq i involvuar dhe ka bërë deklarata kur Pakistani ka një interes paq vital sepse ndan një kufi shumë të madh me Iranin dhe një përshkallëzim më i madh dhe një shpërthim më i madh i një lufte ndoshta me boots on the ground në Iran, patjetër që do të kishte një efekt spillover dhe në Pakistan, po aq ata janë edhe të shqetësuar për Balochistanin, se po dëgjojmë që edhe Balochistani po kërkon të marrë pavarësinë, gjë që nuk i intereson se dhe Kashmiri po aq mund të. Sidomos në këtë situatë gjithë këto i shfrytëzojnë. I shfrytëzojnë. Nga ana tjetër kemi edhe Irakun, edhe pse aty kemi një bazë solide të SBA-ve apo të NATO-s, por gjithashtu edhe ky sentimenti i kurdëve për të krijuar shtetin e tyre kurd, sikur po amplifikohet pak. Nga ana tjetër Turqia është interesante se është një vend i NATO-s dhe duket sikur është në mes kësaj diplomacisë solidare me Palestinën për mos të vrarë, për mos patur këto spastrimet etnike, por nga ana tjetër do të thoya që i vjen mirë, mendoj unë, edhe Turqisë që është Izraeli ai që ka dalë në frontline-in dhe po e lufton Iranin, sepse Erdogani do doj pikërisht marrë fuqi dhe të mbajë atë kreun dhe ka ai këtë. Dhe ai e ka një nga synimet e tij më të mëdha. Ky konflikt a mund të destabilizojë tregjet e naftës dhe çfarë pasojësh do të ketë kjo për çmimet globale të energjisë? Një. Dhe
A jemi përballë një cikli inflacionit të nxitur nga tensionet geopolitike këtë moment bota? Jemi, ne po flisnim pak më parë edhe për të gjithë sistemin ndërkombëtar, dhe duket që nuk është më i qëndrueshëm dhe është kalbur nga brenda. Ato superfuqit apo hegemoni SBA pas luftës së dytë botërore dhe luftës ftohtë nuk janë më aktori i fuqishëm apo zoti që rregullon jo vetëm botën nga ana politike, por edhe tregjet. Ne i pam efektet e para në rritjen e çmimit të naftës, të hidrokarbureve, po aq, dhe kjo mendoj që do të sjellë dhe një ridimensionim po aq edhe të vendeve të OPEC-ut. Do të kemi ndryshime ndoshta në rolin që do të marrin shtetet anëtare të OPEC-ut, por nga ana tjetër një nga kërcënimet më të mëdha është ajo që po ndodh në rripin e Hormuzit, pikërisht me kalimin e këtyre anijeve të tregtisë botërore, pasi nuk është një situatë e mirë, ato mund goditen nga Houthis apo dhe nga Irani vet, por nga ana tjetër edhe ana tjetër nga Afrika për te i detit, nëse do të shikojmë Sudanin, që edhe ai zotëron një pjesë shumë të mirë të detit ku kalojnë tregtia botërore, dhe aty jemi në luftë civile. Luftë civile të tmerrshme. Dhe nuk flet kërkush për Sudanin. Dhe askush nuk flet. Nuk flet askush për Sudanin. E disa janë vrasje në Sudan se ashtu me Palestinën. Jo, janë shumë më shumë. Sot po shive një shive. Janë shumë më shumë. Aty është një tmerr i vërtet. Janë më shumë dhe askush nuk flet, dhe kjo është për të ardhur keq, se duket sikur në gjithë të principin e drejtës ndërkombëtare, vendet e perëndimit bëjnë kompromise, dhe nëse do bëjmë kompromis me principin, atëherë nuk do të kemi më të drejtë ndërkombëtare. Pavarësisht asaj që kemi botës, principet dhe demokracia më duket është vënë pikë pyetje në gjithë botën. Në anën tjetër, e gjithë kjo gjendje, ky tension rajon, do të sjellë edhe mund të uli besimin e investitorëve, bursat në tregtinë ndërkombëtare, dhe mundsojmë rritje shpenzimeve ushtarake globale si reagim? Është interesante, po ndiqja këto minutat e fundit të dhënat e bursës, dhe duket sikur mbas asaj frikës së dedollarizimit në nivel global, dukej që po kemi një rikthim tek ajo parajsa e sigurt monetare, dollari, jeni dhe marka zviceriane, në mos gaboj. Dhe është për të çuditur se si efekti që kishte kjo luftë në lindjen e mesme solli pikërisht fuqizimin deri diku të dollarit, gjë që u pa që me luftën në Ukrainë, Rusi pati një zhvlerësim deri diku të dollarit. Dhe kjo është interesante për të parë nëse do të jetë një trend që do të vazhdojë dhe do të arrijnë objektivat financiare të Trumpit dhe SBA-s për ta fuqizuar dollarin, apo do të jemi në këto nivele. Nga ana tjetër, një nga kushtet për të patur ose që një luftë të quhet një luftë globale apo luftë botërore është pikërisht kjo pjesëmarrja e disa vendeve, disa fronteve, e para, dhe e dyta gara armatimeve. Dhe ajo siç e thatë ju shumë saktë, ne jemi duke jetuar garën e armatimeve. Po e shikojmë dhe në Ballkan, edhe këtu, diku më përpara është Serbia, diku është Kroacia, por ndoshta nuk e kuptojmë që mund të jetë Greqia në avangard në këtë sens.